tonë. Faleminderit zotit Çipa. Më lejoni të jap fjalën zotit Lutfi Dervishi, i cili do flasi për sa i përket mënyrës se si media ka vënë informacionin në këto 100 vjet ose gjatë 100 vjetëve në faqet parë. Pra, jo vetëm ai refleksion, ajo luftë e brendshme, por edhe pjesa tjetër, pra krimi i hapësirave publike, por edhe pjesa e informacionit, vendi dhe roli që ka luajtur media shqiptare në dhënien dhe përcjelljen e këtij informacioni që ka ndikuar pastaj në formësimin e identitetit. Faleminderit zoti Dervishi. Faleminderit. Biseda dëgjojmë nga fundi? Po këtu nga fillimi? Zakonisht kur klasi fundit më shoh gjithë njerëzit shohin në orët celulare dhe gjithë thonë na pas ngel ora. 10 minuta i ke tuaja dhe jemi brenda orës dhe mbarojmë fiks sipas programit që ka caktuar zoti Çipu. Kam dhënë 2 lajme të këqija. Lajmi i parë është që fjalimi im është i gjatë. Lajmi i dytë i keq është që fjalimi im është i pambaruar. Lajmi i tretë i keq është që është përsëritje e fjalimit të zotit Çipa. Po përsëritja thonë që është mama e dijes dhe baba i mërzitisë. Unë do bëj rolin e babait. Një ngjarje në ditën e sotme, përfshirë këtë konferencë, mësohet në harkun e pak sekondë, pak minutave. Kjo fal internetit dhe zhvillimit të teknologjisë, përmes Facebookut, Twitterit, platformave online apo të blogjeve. Arsye që po flas këtu në fakt është arsye fizike, do ju pash gjithkohon me qafën andej tash televizionin dhe këtë. Sot shqiptarët në çdo anë të globit, si ne që jemi në Shqipëri, si ato që janë anën tjetër vertikalisht në Zelandën e Re, një ngjarje mësojnë në kohë reale se çfarë ndodh në Shqipëri. Kur 100 vjet më parë, shqiptarët e Amerikës e mësuan vetëm pas 3 javësh lajmin se më 28 nëntor 1912, plaku i urtë i Vlorës Ismail Vlora kishte ngritur flamurin e pavarësisë. Gazeta e përjashme Zër i popullit, në numrin e saj të 7, në faqen e parë ka vendosur flamurin kombëtar dhe kumton se kuvendi i Vlorës shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Që nga ky moment e deri në çastin që ne po flasim sot, faqet e para të medias tradicionale dje dhe të medias së re sot shkruajnë çdo ditë historinë e vendit, por dhe ngjarjet kryesore në botë me ndikim të drejtë për drejtë apo të tërëtor për shqiptarët. Dhe përpjekja ime është ai njeriu që merr një lojtar dhe lidh gjithë pyllin, po unë do përpiqem që të ecë në mënyrë sistematike pas videove dhe pastaj drejtuesja e seancës do të ngre dorën dhe të thotë stop se erdhi ora e dëshiruar e kafes. Fjalimin e plot që unë besoj që gjithë do të kërkoni ta bleni, do ta botojnë në Ministerin Vedër në fund të konferencës. E njëjta gazetë një javë më pas në faqen e parë boton biografinë e ministrave të qeverisë parë dhe një përshkrim i zgjeruar i figurës së kryeministit të guvernës Ismail Qemal Belli. Titulli i madh i faqes parë është Shqipëria u njoh shtet në vete. Me nën titullin tërë fuqitë e mbledhura njohuan dhe deklaruan autonominë e Shqipërisë. Autonominë e Shqipërisë. Dhe ndaluan pasimin e luftës. 8 muaj më pas, më 29 korrik 1913, konferenca ambasadorëve në Londër mori vendimin për shpalljen e Shqipërisë principat sovrane, nën kontrollin dhe varësinë e fuqive të mëdha, dhe krijohet Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit. Titulli i parë i gazetës për 2 javë në Andreu, që botohej në Konstancë, ishte Shqipëria dhe kufit e Jugës. Gazeta e parë e Shtetit të Pavarur Shqiptar për lindjen e Shqipërisë, organ për të mbrojtur të drejtat kombëtare, u botuan në Vlorë vetëm me 6 gusht vitit 1913. Këqyrje politike është një koment që të gjithë faqen një ku përmendet Rusia, roli i saj në luftën e balkanike, Turqia, Bullgaria, Beogradi, Bukureshti, por çuditërisht asnjë fjalë për Shqipërinë. Por në ditët e zynta të fragmentës parë botore ka 3 ditë festa për shqiptarët. Dhe këtë festë të madhe mësojmë nga gazeta Ushtimi i Krujës që botohej në Durrës në 14 mars 1914. Kryetitulli me 3 fjalë tregon shkakun e festimeve që zgjatën 3 ditë. Mirë se na erdhën mbretët shqiptarë. Ushtonte sheshi, ushtonte limani për këngëve, për gjumimit të topave dhe për muzikave dhe thirrjeve rreth mbreti e mbretnesha.
Pavarësisht tonit entuziast të shpresës madhe, mbretja dhe mbretëresha rrojtën në Durrës vitin mbretëtar të Shqipërisë vetëm 6 muaj. Shfjala për princ Vidin. Lufta e parë botërore nuk ka pasqyrim në shtypin e kohës dhe Shqipëria jetonte ditët e veta më të vështira pas shpalljes së pavarësisë. Shpëtimi këtë radhjen përtej oqeanit. Në janar të vitit 1918, presidenti amerikan Wilson shpall 14 pikat dhe denoncoi traktatin e fshehtë të Londrës. Një muaj më parë, një nga intelektualët më të mëdhenj shqiptarë, që teksohen në drejt nga zotin Tuka dhe Marku, Vahid Konica, në dhjetor të 1918-s voton në Adriatic Review të përmuajshëm e Federatës Vatra, jo vetëm traktatin e plot, por dhe një eset plot në anglisht të Albanian Question, çështja shqiptare. Një përmbledhje e shkëlqyer dhe pasqyrë plot dhe e qartë të çështjes shqiptare. Popullsia, feja, gjuha, historia, periudha sociale bulgare, serb, turqit, Skënderbeu, politikën slave, arsimi, ngjarjet e fundit, dënimi i Shqipërisë. Shqipëria sot dhe pretendimit e Italisë fqinje dhe përfundime. Komiteti Shqiptar i Amerikës, i cili kishte një delegacion në konferencën e paqes, e mëson përmes gazetës përparimin në shkurt të 1919-s se Shqipëria nuk e ka më kryeministrin e parë të shtetit shqiptar. Pijet telegrafike me 27 janar 1919 na sillen lajmin e lidhur shumë, na japin mandatën, na theshtin të derdhin lot se burrin e madh që kishte Shqipëria, plakun e vyer Ismail Qemal e ndjeu Perëndia. Autori thekson se vërtet vdiq Ismail Qemali dhe s'ndodhet më me gjallët. S'ndodhet sot në Durrës të rregulloj qeverinë shqiptare dhe s'ndodhet sot që të ngjerë zonë në konferencën e paqes për drejtat e Shqipërisë. Por kjo s'do me thënë se vdiq dhe programi dhe emri i tij. Jo, kur. Është interesant në fakt se në kokë të gazetës editori dhe menaxheri Vangel Nase ka shkruar 91 vite më parë artikulla pa nënshkrim ose me nënshkrim të rrem nuk boton. Në janarin pasues të vitit 1920, ngjarja më domethënëse është Kongresi i Lushnjës, por nën titulli është edhe më domethënës se titulli. Kongresi i Lushnjës u mbajt me 14.000 kushk shqiptare. Për fat keq, për këtë ngjarje ne nuk lexojmë dot në faqen e parë të gazetës Popullit që votojnë në shkollë 5 herë në muaj, sepse nuk e din dot çfarë ka shkruar gazetari. Ka një kolonë gjysmë, është e bardhë, dallohet vetëm një fjalë me grama të vogla, censura. Është heq shkrimi. Shkrimi tjetër që ka mbetur në faqe 1 është një artikull nga Gazeta Politika e Beogradit, e cila vetë ka marrë shkrimin nga Parisu me titull Vetë sundimi i Ballkanit. Nuk është nevoja me shpjegue që çështja që quhet Shqipëria e Adriatikut nuk përbëhet vetëm prej Istrie, Fiume e prej brigjeve të Dalmatës. Në këtë hyn krejt prej brigjet linduar të Adriatikut dhe Shqipërisë. Gazeta Besa Shqiptare e botuar për çdo të në shkollë në datë 24 qershor 1920 me 3 fjalë mjafton një ngjarje të ndodhur 3 ditë më parë. Titulli i vetin faqes 1 është Esat Toptani u vrat. Esati ke njeri i madh, por për rrezik i rriti rëndësinë veti tepër, aq sa mos me pas parasysh tjetër veç madhninë e vet e për me arrit qëllimin e për me keni parë për një Shqipëri, shkelit drejtat më të mëdha të një kombit që ishte në nevojë, me un kam e jo për me bash shkamin e madhninë të një bebe, shkamin i robustin vetes. Njoftimi telegrafik në Nokelën nga pak dhe për të gjitha, është karakteristike e gazetës Koha që e themeluar nga Mihal Grameno, e cila pretendon të jetë gazetë e famshme politike, letrare dhe që mbron të drejtat të popullit shqiptar. Në këtë gazetë në 25 dhjetor të vitit 1920 votohet njoftimi i kryeministrit Ilas Brioni. U bajnë me dije me një gëzim të posaçëm se Shqipënia me votat përbashkëta u pranuan në lidhje me kombëve. Në këtë datë në lajmet e shumta që botohet në gazetë po veçoi me që fjala Asamble Nacionale është ndaluar në zyrën e klosë telegramit dhe shumë veta nuk e kuptojnë, zunë të na dëgjojnë veshët mbledhje kombëtare. Do me thënë, Asambleja është mbledhje dhe jo Asambeu. Mbledhja e parë e Këshillit Kombëtar, apo Parlamenti i parë, me 56 deputet është njoftuar në 21 prill të vitit 1921, ora 10 para dreke dita e njëjtë. Rroth Shqipëria është titulli i madh i datës 15 nëntor 1921 i Postës Korçës, gazetë që votohet 3 herë në javë. Pas Tirma ka shkak mendimin e konferencës ambasadorëve në Paris, që miratoi kufit e Shqipërisë dhe njohën qeverinë shqiptare. Në fund të faqes parë votohet një përgjigjëstrim që vjen nga Tirana. Lajmi i përhapur për disa gazetave të huaja miliardë me serbë në Lezhë dhe zënë 800 euro për shqiptar, 12 oficerë me tyre 2 italianë, përgjigjështrohet plotësisht.
Por një vendim i padrejtë që quhen vendimin e konferencës së ambasadorëve që caktoi territorin shqiptar, ky artikël i gazetës Shkuminit e Elbasanit, gazetë përjashme që mbron lirinë e njësinë e vërtetë. Duhet që shqiptarët trimat kenë tokat e veta që janë të pamohueshme. Vetëm atë ditë kur padrejtësia 1913 ka më ndreq, ka me le agimi i paqes në Ballkan. E për këtë paqe duhet dhënë krejt fuqia lidhjes së kombëve. Ky artikull i vjen. Një telegram që na mbrin më 10 nëntor 1921 na jep lajmin e vendimit të konferencës së ambasadorëve. Siç duket me këto kondit, Shqipënia po mbetet në grup të topave mizuar të serbëve, duke humbur krejt gorën e Prizrenit që ka mëse 14.000 frim, një pjesë të madhe të begatshme të Hasit, thjesht shqiptar, ashtu dhe rekën e keqe me 400 shtëpi, disa katunde të forta të lumës, një pjesë me rëndësi të Kastratit dhe rrugën Struk-Digër. Ashtu që moralisht jemi duke humbur ato malësorë që kam mbet në hollin e parë të bajonetave të armiqve tanë. Ky artikull përfundon me pyetjen: një vendim kaq i padrejtë, a kishte me sigurue paqen e dëshiruar? Na nuk besojmë. Por çështja në dorën e qeverisë shqiptare është a ka me pranuar këtë vendim? Por qeveria ishte interesuar para zgjidhjes për një shtet të njohur ndërkombëtarisht, ndërkohë po afrohej 10 vjetori i independencës. Dhe gazeta fletore zyrtare shënon 10 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Fletore zyrtare e cila votoi 2 herë në javë, është mbushur me njoftime interesante në faqen e parë. Në të jepën njoftime nga ministri të ndryshme, por dhe lajme për emërime dhe transferime. Më datën 10 dhjetor 1922, afërsisht 19 vjet më parë, njoftohet hapja e bibliotekës kombëtare në Tiranë. Por lajmet interesante nëse i shohim në paralelizëm me aktualitetin e sotëm me lajmet që vinë nga Ministria e Jashtme dhe e Arsimit. Një kapull i konsullit shqiptar të Barit në 25 nëntor 1922 bën me dije se 3 punonjës shqiptar nga Gjirokastra që janë nisur për Amerikë ankohen se kur kanë mbërritur në Napoli, vendet e caktuara për shqiptar janë mbushur me të tjerë. Këta kanë shkuar pak në vonesë, e se shkaku është se grek, malazez dhe bullgar kanë qenë fut më parë në një me pasaporta shqiptare. Zotni Tahir Taro, thot kapi i konsullit, deklaron se ka vërtetuar në Napoli që tash 20 ditë e këtej, ai me sytë e vet ka pa pasaportën shqiptare dhe në dorë një bullgari. Në atë kohë pasaporta shqiptare shkonte pa vizë në Amerikë. Ndërsa në ligjin për bursat, për 36 djemj shqiptar prej vizet mbetur jashtë shtetit shqiptar, janë 15 nga Kosova, 3 nga Hoti e Gruda, 4 nga Nemali, Kraji, 8 nga Bibër e Manastiri dhe 6 nga Çamëria. Dhe një njoftim fund në faqes 1 në rubrikën lajme të ndryshme, emërime të transferime, thuhet: Nën komisar Sherif Ruli, qëndron